emision mundësohet nga ISP Broadcast. Zgjedh mos me votu. Po është një ndër format e pjesëmarrjes tonë, është vendim politik, është veprim politik. E kom thënë po e përsëris, nuk mund të ndrohen rregullat në mes të lojës ose në fund të lojës. Seancat kanë nisur me zgjedhjen e organeve me votim të hapur, zgjedhja e kryetarit edhe është më shumë demokratike dhe imponimi mund të jetë jo demokratik, forma se si po dëshirojnë tash ta trajtojnë me vot për, kundër apo votën e msheft në këtë kuptim. Faleminderit shumë. Për pak klikit marë do të repat me lima. Kthehemi të nderuar shikues këtu në studio për vjuar këtë analizë tashmë të njohur me kolegun Afrem Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën, në pritje që të vijë edhe opinionisti analistë tjetër Krenar Shala. Po, gjitha deputatët e partive politike duke u deklaruar ata në pushtet si zakonisht e konfirmojnë qëndrimin e njëjtë, se do të provojnë që përmes komisionit për ad hoc, po, të përkohshëm për të vlerësu votën e fshet, vjojnë procedurën dhe pjesa tjetër që thotë që kjo në mes të procedurës është shkelje. Një situatë e njohur. Rritash ne kemi mbrana një cikli vicioz. A mund ta quaj me fat zonin Haxhiu? Zoni Haxhiu, siç e kam thënë në vazhdimësim, duhet ta përsëris sepse situata s'po ndryshon asgjë. Fatcellse edhe për dy kampet. Po për dy kampet politike, sepse asnjëra prej tyre që duket nuk kanë çka të bëjnë me pushtetin, bile nëse mban mend në këtë studio televizive kur i kemi interpretuar fushatën elektorale, unë kështu në mënyrë metaforike pa ta thënë që kësaj here partitë politike po konkurrojnë dhe janë në konkurrencë për diçka që duket që kanë frikë ta menaxhojnë. Dhe jemi në këtë situatë ku të dy palët janë pozicionuar, janë betonuar në qëndrimet e tyre. Tashmë kemi kalu nga mosvotimi i kryeparlamentarës në bllokimin, kemi në atë të komisionit ad hoc për ndryshimin e mënyrës. Dëgjoj, është çesharake pajtona, është çesharake, është veç shpikje taktikave momentale për ta pamundsuar realisht konstituimin e kuvendit për të kaluar në faza të tjera. Edhe çetërjedha fati. Edhe çetërjedha fati, që asnjërs palë siç duket nuk po i konvenon rrjedhja e afatit kushtetues. Për këtë arsye po mbajnë këto pozicione kontradiktore. Tash logjikisht edhe parimisht unë pajtona që ndrimi, sepse s'ka ndodhur asnjë ndrim i mënyrës së votimit në mes të procesit, nuk është aplikuar asnjëherë në kuvendin e Kosovës, shto edhe faktin që asnjëherë deri më tani kryetari i kuvendit nuk është zgjedhur me vota të fshehta. Është një praktikë e re që tani ka dhënë arsyetimet e veta lëvizjave të vendosje, sa qëndrojnë apo sa nuk qëndrojnë, mbetet të shihet. Mirë, po është një tentim i ri që duket që më shumë se sa për kryeparlamentarën është për shpik një metodë të re që të mos thuhet që edhe kësaj here Albuliana Haxhiu nuk i muri votat, por që dështoi krijimi i komisionit ad hoc për votimin e fshehtë. Kështu që siç duket do të vazhdojmë na me këtë tallje sa i përket konstituimit të kuvendit, do të vazhdon ky rreth vicioz dhe duket që askush më nuk e din deri kur, sepse nuk ka veprime pak më të mëdha konkrete që do të ndikonin në zhbllokimin e kësaj situate. Mungojnë instanca tjera që do të ndikonin në shtrimin e rrugës për shtekdalje. Presidentja është komode në pozicionin e saj, a ka drejt, as ka drejt ta bëjë tash, kjo është temë tjetër, është debat kushtetues e juridik, por të paktën që
që të krijohen disa sinjale tjera, që të krijohet ose të aftoj një takim konsultativ të partive politike, gjë që nuk ka mekanizëm të detyroj të shkojnë, edhe kjo është e qartë. Edhe nuk di as më dok para sa ta vet nuk po e di Është shpenzuar më dhe formulimet. Të gjitha për të kaluar edhe kritika si kategori gati se është. Po jo, rrit se është ndëgjoj situata është çesharake. Edhe kritika ndaj tyre, ndaj sjelljes situata është tragjikomike ta quajmë këtu për shkak se tash ne kemi bërë analizat e kemi konstatuar me ato që po përballet që do të përballet qytetarët e Kosovës gjatë ditëve, qoftë në planin ndërkombëtar, qoftë në planin e brendshëm. Mirë, po më duket që asnjëna prej subjekteve politike nuk kanë ofertë, nuk kanë mekanizëm realisht më përballë me çdo kriza strukturore që do ta godasin Kosovën. Djeve që rastisht lexova një pronarin e një kompanie e cili deklaroi që prej një qershorit 225% më shtrej do ta ketë çmimin e energjisë elektrike. Në ato që e kemi diskutuar që si do të ndrojnë domethënë forma e sigurimit të energjisë elektrike nga ajo që ka qenë deri më tani në treg të hapur. Pat akuza ndryshme ju keni qenë mbështet si lëvizje zëdendose e tjera, kjo për mua është irelevante tash në këtë rast. Unë flas vetëm për pasojat socioekonomike me cilat mund goditet vendi pas kësaj 220. Do tash jemi në situatë para kjo ky realitet do ta shkatrojë edhe më tepër raportin edhe disbalancin e eksportit me importin, sepse i njëjti person do detyrohet të shtojë edhe më tepër për përballumbje që i krijon tash ngritja e këtij produkti, do detyrohet të shtojë edhe më tepër çmimet e produktit, rreth çmimet e produkteve të veta. Do thotë jo vetëm që do të dëmtohet aftësia e tij kompetitive në tregun e jashtëm, po edhe në tregun e brendshëm do të dëmtohet sepse nuk do të jetë në gjendje do thotë të jetë konkurrues me mallrat që e vërshojnë tregun e Kosovës. Fakt biznesi në Suareke kishte vizituar kryeministri para se të vinte, kryeministri në fakt në pushtet derisa ose para se të vinte në pushtet, dhe ministri i financave Kuran Murati, të cilit i kishin premtuar çdo mbështetje të mundshme që atij i nevojitet në mënyrë që ta mbaj strukturën e të punësimeve, ta arrisë atë e tjera dhe sot kemi një situatë ku njeriu alarmon, sepse kjo është vishë një sinjal se kompanitë të ngjashme sikur kjo do të përballen se gjitha ato kompani që kanë kaq qarkullim vjetor dhe kanë mbi 50 punëtor janë të detyruar të nënshtrohen kritereve të reja të sigurimit të energjisë elektrike dhe që paralajmërojnë domethënë çmime, rritje enorme të çmimeve. Dhe kjo do të totalisht do ta shkatroj kapacitetin konkurrues për bizneset. Dëgjoj, kjo do ta shkatroj ata që janë të punësuar aty mëse për çmimet e konsumit të produkteve. Do ta shkatroj totalisht aftësinë konkurruese të bizneseve vendore, jo vetëm për të eksportuar mallra jashtë, por edhe në tregun e brendshëm, sepse çmimet tash ne kemi ndodhur pa një paradoksi ku mallra që prodhohen në Kosovë, në tregun e Kosovës do të jenë më shtrejta se sa mallrat që importohen nga vendet e tjera. Dhe do të futemi në një situatë ku do të jemi totalisht të varur nga eksporti. Dekorajemi edhe ashtu i madh. Dëgjoj, unë nuk mund të thotë kështu saksisht sepse duhen terma ekonomike të tjerë ta përshkruajnë plotësisht atë që na pret. Nuk nevojitet mbase ekspert ekonomik që të ngrisin alarmin e ta përshkruajnë. Alarm i jashtëzakonshëm për ato që na pret dhe tash që të hyjë secili biznes në marrëveshje me kecin partikulare ose me kecin ose me Gjoni Gjinduni. Imagjino kur e ke një qeveri që rrin indiferent, kush do të qoftë në krye të saj dhe shikon bisedën dhe bën se hir. Ndërkohë që ato biznese janë garanti vendeve të punës. Ato biznese janë, nëse mund ta them, herojt e sotëm të mirëmbajtjes së ekonomisë dhe kësaj gjendje ekonomike që ka Kosova. Dhe është përfilja është tepër pikëlluese sipas dhe vetë odave ekonomike. Si asaj amerikane, si asaj vendore, do thotë tash unë besoj që në këtë situatë, në këtë kaos që duket që nuk kanë e kam thonë gjithmonë se edhe subjekte tjera pikërisht në të çështje vitale nuk kanë alternativë se si të përballen. Prandaj po ju konvenon do thotë zhagitja e kësaj situate dhe kemi kaluar në fazën kush është fajtori për këtë bllokim që të përfitojnë njëra në korrez të tjetrës, njëra prej tjetrës në korrez të
blokadës, mirë po që praktikisht kjo blokadë, kjo pafsi për me adresu këto probleme me cilat po akumulohen dita ditës, po shndrohet në humbje të qytetarëve. Gjë që e ka pranuar edhe vetë ministri i financave tërthorazi, pavarësisht që njëherë tha jemi shumë komod ne dhe nëse don kuvendit të konstituohet. Ato përdori për konsum Po, të... 2 ditë pas 2 ditë deklaroi që as nuk do të mund të kemi rishikim të kornizës buxhetore, do të ketë humbje të granteve komunale, të gjitha këto për shkak të kësaj situate që në fund humsi final do të jetë qytetari i Kosovës, pavarësisht përkatësisë partijake e etnike e tjera. Po. Dhe në këtë situatë, do thotë në këtë situatë. Me Leja Kasolli të los mbështetjen e kolegëve për analistin tjetër Krenar Shala, i cili është poshtë i nderuar koleg, nëse mundesh pak vëmendjen me pas për të ndihmuar që ta sjellësh Krenar Shalin këtë postë, sepse isha pa merak. Jo. Pra do në këtë situatë në cilën ndodhemi, do thot po i shohim këto efekte negative që po akumulohen dita ditës në planin ekonomik e social. Këtë betejë është zhvillu se tash kush është fajtori i madh për blokadën në cilën ndodhen. Unë nuk e përkraj, kam thënë, nuk e përkraj personalisht, jam kundër ndryshimit të mënyrës së votimit në mes të procesit, por siç e dini edhe javën e kaluar kam dhënë edhe disa rekomandime mbase se do ta përkraja me disa parakushte që të pasurohet lista e kandidatëve për kryetar. Kusari Lila ka thonë ditë e re, fatiri, por Albulin Aziu është kandidate. Unë merrohem se si janë komod, do të marr parasysh keq të presione. Formulime poetike me përmbajtje ironike. Unë merrohem me komoditetin e tyre, marr parasysh shtofakin që edhe bizneset që siç tham na që janë të asociuara më shumë me lëvizjen vetëvendosje tashmë pa alarmojnë për pasojat e vendimeve energjetike me cilën do të goditet vendi. Këtu mund të kemi vetëm vish një zgjidhje mund të ketë nga kjo situatë, që gjitha bizneset e Kosovës të zhvendosin veri, atje do ta kenë çmimin më lirë dhe veriu të bëhet një zonë ta përjetoj një bum ekonomik, ose nuk di në çfarë variante tjetër ose në çfarë mënyre tjetër kanë kapacitete për të përballë me këto pasoja. Ndërkohë vazhdon regjia do të kërkoj nga regjia nëse ka ndonjë deklaratë tjetër nga deputetët, është sinjali i kuvendit të Republikës së Kosovës. Besoj të cilin mund ta kem për të parë nëse janë mbledhur ende deputetët, jam njoftuar se zoti Kurti ka kaluar tashmë në kuvend, mbasi janë në takime me grupet parlamentare për të konsultuar mbi tentativën përpjekjen e 11 sotme të kuvendit të Republikës Kosovës, nga ajo që shihet nga deklaratat e drejtanishme, duket se nuk do ndodh asnjë gjë. Nesër jo pas nesër kryeministri do të marrë pjesë në një think tank në Bruxelles, me sa lexova për çështje që kanë të bëjnë me rajonin, me dialogun dhe tema tjera që lidhen mbas edhe me rolin që ka Kosova e ku do ta prezantoj. Presidenti Osmani ndodhet në Malajzi, është thënë se ajo mund mbase të përfshihet, por gjithnjë nëse tjerët kanë vullnet për të shkuar te zonja Osmani që ta modelojnë një zgjidhje për zhbllokim situatë. Ky vullnet edhe pa presidentin Osmani po të ekzistonte do të kalojë fare lehtë, qysh në seancën e parë, por ja ku jemi këtu deri tani. Po mlidhen deputetët? Po mlidhen deputetët, kanë filluar të vinë një numër më i madh, është kreu i LDK që ka shkuar me gjasi pari, ishte shkuar nga zonja Bajrami, atë nënkretari Haziri, Dorsa Kica Gjelili, deputet tjerë, janë dhe televizëve të ndosje Arberegjaj, është me Fajlë Bajqinosi nëse nuk gaboj, dhe tjerët, dhe që them është një déjà vu politike që duket. Déjà vu
Deja vu është kur e parashikon se që ndodh, po del ma e bukur ose ma... Po presim tash. Përshëndesim, kthehemi në studio me analistin Krenar Shala. Faleminderit Krenar për prezencën. Është përpjekja e 11. E 11, tash të u bo vështirë edhe mi numru. Edhe 11 është da? Ka kaluar në parodi thujse kjo situatë. Duke se asnjëra as pala tjetër nuk po nxiten për objektivisht për ta bë vullnetin. Po të kishim vullnet, nuk do të kishte fare nevojë, besoj që të përfshija as presidentja, as kush tjetër, apo jo zoti Xhala. Të me thonë kjo i bie që ende nuk janë lodhë. Shkja strategjia me lodhë kundërshtarin. Dhe të fakti që s'po dojmë marrë vesh, i bjen kush po dorëzohet i pari. Që kjo është një betejë politike. Fatkeqësisht, prap u rikthyem në sagën e krizave politike, krizave në thojza. Se nuk është najfar krize, se cili sistem parlamentar që imponon partive koalicionet, normale, është që zhagitën, disa të mirën vesh për programe, disa më duket ende në Gjermani nuk e kanë, jënë dakurdu për program, pa ende se kanë formu qeverinë, edhe ata i bënën 2 muaj, pra është një shtet i konsolidum edhe ka sfida. Tash, presidenti janë këtë fazë... Kasolli është i zhgënjur shumë. Mund t'ja qesim një kafe për ta... Ta të thuar Jo, ata le të vazhdojnë kështu, unë po marrë sfondin e përgjithshëm social, në cilën diskutuam ato, që situata është jo komode, morëm shembuj konkret, sa i përket çmimeve të inflacionit, çmimeve të energjisë e tjera, e gjitha këto që po shtojnë presionin social dhe ky komoditet i skenës politike do thotë, sepse këtu a di ku problemi, nuk kemi bashkëbisedim për stagnim të negociatave për bashkëqeverisje dhe harmonizim të programeve. Kjo është fatkeqësia, por për procedurat tash ka filluar. Ka filluar kush ka tash drejt, kush është fajtori që po e bllokon konstituimin e Kuvendit. Kjo është tragjikomike. Domethënë si ngjarje politike, dështon, domethënë gjë që s'ka ndodhur as në Gjermani as kërkon, është e vërtetë që edhe në Belgjikë, në shumë vende ndodhin, po e zon bllokohen negociatat për formim të qeverisë për ulje të VSH-s për fermerët apo jo. Po këto çështje substanciale që duhet të ishin, domethënë, pengesë për formimin e qeverisë nuk janë duke u adresuar. Jemi te Kuvendi. Te Kuvendi do. A është kjo metodë kushtetuese e votimit apo kjo jo, që doli papritma sepse do thotë në ndërkohë u tentu metoda e hapur tash u zhvendos kaloi prej në metodë të fshet dhe këtu ka mbetën bllokada, nuk dihet, s'ka asgjë në horizont që mund të kalohet kjo. Gjë që për mendimin tim, ato që e përsërisë kam thënë në disa shkrime, Albolena Haxhiu është shndruar një lloj shpëtimi politik figurativisht për dy palët, sepse asnjëna palë nuk po janë të gatshëm të hecin më tutje, sepse nuk kanë çka të bëjnë me vetveten në një farë mënyre, nuk duhen ballafaqohen me atë çka pas ditës së nesërme. U konstituu Kuvendi, nesër filloi rrjedhja. Hajde nëse si ka kurti numrat për formim qeverisë, topi kalon te tjetër kush, pas ata po shihet që nuk janë gatshëm. Se bebu bo Albolena Haxhiu. Se bebu bo. Tu në shoh. Po i shpëton të dy palët. Nuk është problemi te Albolena Haxhiu. Jo. Sikur të kishim pas koalicion e kishim votuar Albolena. Jo. A thënë? Po si jo. Jo, edhe më tepër edhe sikur po i shpëton të dy palët për përfituar. Jo, do ta them edhe ato që e kam thonë edhe në këtë studio, krahasimin që e kam bënë nëse të kujtohet që tha është krahasimi i qëndrueshëm, edhe sikur subjekte tjera politike, do të ishin gatshme të formonin koalicion qeveritar me elan lëvizjen vetvendosje në opozit, sikur ka ndodhur me rastin e Abdullahotit, më beso kam thonë, Albolena Haxhiu kur nuk mund të jetë më armiqësore ndaj kryeministrit opozitar, sesa që ka qenë Vjosa Osmani në raport me Abdullahotin. Dhe nuk ka qenë pengesë për punën e ekzekutivit Vjosa Osmani, arsye tjera kanë qenë në kolapsin e qeverisë sot, arsye kushtetuese ajo vota që kështu që nuk do të ishte pengesë procedurale, ndoshta do të krijonte irritime, do shkaktonte as politike, ndoshta do të krijonte irritime, do të krijonte skena, e gjitha këto nuk e moj. Po, e gjetën suspektit, i dyshuar. Ju mendoj domethënë
E përmene me drejt presionin social. Apo ta mërmene që si të bëhet qeveria me njerë zgjidhën problem. Jo, pikërisht që s'kan aftësi për mi zgjidhë këto probleme. Po është problem inflacioni. Kena zgjidhë një sistem ekonomik të tillë që ka instrumente shumë të pakta për me kontrollu inflacionin. Sidomos na që s'kena politikë monetare. Sidomos na që jena në varë shumë për import. Edhe që do të thellohet Po këtë Evropën po thellohet. Jo, ndëgja. Unë djenë dëgjova deklarimin e një përfaqësuesit të një biznesi në Kosovë. Tani bisedova edhe me Ridin, u kriju një insinuata ajo lidhja me pushtetin, jo këto. Për mua nuk është me rëndësia ajo lidhjet e tij politike. Unë e mora vish qetësim deklarimin e tij që pas një qershorit ai detyrohet të paguajë çmim të energjisë 225% ma shtrejt. Unë mendoj e shkaktron kapacitet aftësinë konkurruese si në tregun e brendshëm ashtu edhe në tregun e jashtëm të atij dhe që ai përfaqëson një kategori të caktuar të stik me dy teja. Dgjoj, çu stik me dy teja. Në aspektin që e detyron po ashtu, së pari me kursy. Jo, po. Qysh me kursy? Mundohet me kursy, gjen metoda, edhe e dyta me investu në energji 3x3-shme. Nuk ka që ka veç efekte negative kjo. Të Tash ai pronari me investu në energji të ripërtishme? Jo, herdo kur ka me ardhua me investu, dush me një trendin. Dgjoj, ti asiguron, domethënë ja ka siguru shteti. Ja 225% më shumë. Po, ja ka siguru për energjinë e ripërtishme. Procedurat janë shumë të lehta për me investu, edhe të subvencionon. Atë mundet me pas efekte pozitive kush den mi shfrytzu. Unë nuk pa abstrahoj që s'është problem, po atë unë, domethënë ajo që unë konsideroj me 225% më tepër investime tash në energji. E para ai ka më detyru do thotë çmimet e tij në tregun e brendshëm do të jenë më të shtrejta se sa çmimet që importojmë nga vendet kudo qoftë rajonit apo çka po di unë. Dhe po ashtu çmimet e tij në tregun e jashtëm është e paimagjinueshme me pas sukses në raport me prodhimet vendore të vendeve ku eksportohen. Në këtë gjendje, ne jemi në një situatë ku çmimet që prodhohen në Kosovë do të kenë çmim më të lartë se sa ato që importohen. A do gjendet rrugë zgjidhje prej këtij paradoksi që brenda natës nuk ka shansa, do thotë ai tash o detyrohet mi largu disa punëtor, o mi ul pagat për më shumë me përballu ç't presion. Në këtë situatë imediate do thotë ai ka dy opsione në tavolinë. O reduktim të fuqisë punëtore o ulje të pagave që pashtu do të reflektohen në reduktim të fuqisë punëtore, se nuk do thotë që punëtorët pastaj do të pajtohen me ulje të pagave. Do të shtohet presioni për emigrim. Edhe PDK-ja krahas krahas VV-s e ka një farë vullneti për me shku në zgjedhje. Nuk po thot kështu shumë publikisht, po është e gatshme. Tash ka shumë gjaza që shumë shpejt kemi mu fut me një fazë ku vetëvendosja me PDK-n kanë mu marrë vesh. S'ka lidhje është Albulena ose ata i thojnë edhe Albulenës, Albulen largohu se po dojna me çu venin zgjedhje. Veç të emrojnë atë dikën tjetër për një muj, edhe tash dakordohen dikush tjetër për PDK-n që mund të më konë konsensual. E votojnë, e konstituojnë. Bom.
Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, shërbimi i deputetëve vërteton se në salë jemi të pranishëm 111 deputet, pra mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Para se të vazhdojmë me seancën, sot është 5 maj, dita e dëshmorëve, juftoj të gjithëve që me një minut heshtje të nderojmë ata që kanë dhënë jetën për lirinë e Kosovës. Lavdit gjithë atyre që kanë dhënë jetën për lirinë e Republikës Kosovës. Me që herë dhe fundit nuk kemi pasur korump zgjedhor për zgjedhjen e Komisionit Zgjedhor për kryetar të Kuvendit të Kosovës, jemi detyruar të ndërpresim seancën. Atëherë subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK, nisma nuk kanë propozuar antartë për Komisionin Zgjedhor. Lus subjektin politik PDK që të propozoj antarin një deputet për antartë Komisionit për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Republikës Kosovës. Nuk kemi propozim, atëherë lus LDK-n që të propozoj një deputet për antar të Komisionit për zgjedhjen e kryetarit Kuvendit të Republikës Kosovës. Vazhdojmë tutje, lus Listën Sërbe që të propozoj një deputet për antar Komisionit për zgjedhjen e kryetarit të Kosovës. LDK-n e ftova, edhe një herë thrasin nëse ka nevojë, le të urdhërojnë, le ta propozojnë një kandidat, nëse jo, atëherë vazhdojnë tutje. Lusakën, nisma, ta propozojnë një kandidat për antar të Komisionit për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Republikës Kosovës. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pasdhet e 6 deputet kanë dhënë votën për, 1 kundër, abstenim nuk ka, s'kemi pasur sërisht korum dhe seanca ndërpritet më 7 maj, shihemi përsëri në orën 10.
Ishte kjo tentativa 11 e Kuvendit Kosovës një fundi parashikuar mbeti aty ku nisi të ngecë procedura votimit në përpjekim për formimin e komisionit përkohshëm për votim të fshehtë, nuk kaloi natyrisht. Dy parti tjera në fakt, PDK, LDK, AK e tjerë u deklaruan se nuk kanë votë për këtë komision. Para nisjes së seancës Haradina deklaroi se ishin duke shqyrtuar ta votonin Glau Konjucën si kryetar kuvendi. Si opcion është kjo gjitha lojë politike, fjalësh e tjerë, dhe Lima i ka deklaruar se si ka filluar votimi duhet përfundoj i tillë. Si e shikoni këtë? Duket një lloj cirku në vetvete? Apo taktizim? Taktizim është. Po ma mërmenja që në fund duhet s'kanqare pa marrë vesh PDK-ja, sidomos PDK-ja me VV-n, që ta konstituojnë kuvendin me një kompromis ku VV-ja lëshon pen nga Albolina Agjiu e mbrojnë dikon tjetër, mundet me vendos PDK-ja që të kusht, edhe e konstituojnë edhe mas nena i mbledhin votat, tash dy nën opcione janë. I thojnë Albinit, tenta kishe po mundesh me formu qeverin, të dështon, mas ne mu ma jap Vjosa mandatin, edhe unë dështoj, edhe qashtu e qojnë avenin zgjedhje. Për konsumu veç afatin kushtetutës. Veç me konsumu në mënyrë automatike. Po zgjedhjet janë të pashmangshme thu. Jo, nuk janë të pashmangshme. Munën mu marrë vesh PDK-ja me VV-n. Po nëse PDK-ja lëshon pe, mos me marrë kryeministrin, se VV-ja nuk ja jep kryeministrin. Se që aty është problemi. Këtë është problemi që aty që VV-ja po thot, okej, po ama mu kryeministrin, VV-ja nuk e lejon ato. Për që ata janë 50-50 gjasat, ose PDK-ja të lëshoj pe, mos me marrë kryeministrin, se se jep VV-ja. Bengashi u deklaru që nuk kalon kandidatura Albolina Agjiut, as me votë të hapur, as të fshet. Na ju e theksuat me që në fakt kjo vetëm një base, s'po them viktime e këtij debati ku janë cimentuar, janë bllokuar partitë politike, në fakt thelbi i problemit është asnjëra as pala tjetër nuk i ka numrat për ta bërë qeverinë. Tash këto skenara mund të ketë koalicione të këtilla, unë s'jam i sigurt për shkak se si që kam thënë edhe në emisionin e kalum tash edhe kompromisi është bëj pamundën. Sepse cila do palë që lëshon pe, do thot në një farë mënyre del si humse. E para, javën e kalume ne ndëgjum ministrin e detyrë të punëve të mbrendshme, zotin Sfeshla tha, nuk kanë vonim, nuk kanë pështim, po vetëm dorëzim. Kjo gjunta, nëse njëra prej palëve tjera lëshon pe, përjetohet si një lloj dorëzimi e kapitulimi para insistimit të vazhdueshëm televizjes dhe ka kosto publike, ka kosto elektorale. Edhe koalicionet këtilla kanë kosto elektorale. Skenari më i mundshëm edhe me këtë as nuk po i rekomandoj, as nuk po them që janë solucion adekuat, nuk po i rekomandoj zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme, por që të hyhet në një fazë, besh edhe presidentja, si shtam edhe ma herët, a ka drejt të intervenoj, apo s'ka drejt të intervenoj, tash kjo është çështje interpretimive kushtetuesi, meq po mungon një palë tjetër, në kalumin kanë qenë faktorët ndërkombëtarë, ata të cilët po ashtu kanë, se kemi pasur kriza të tilla, po kanë qenë faktorët ndërkombëtarë që kanë intervenuar në fund edhe i kanë tejkalu mosmarrveshjet kur janë shfaqur ndërmjet palëve, me tash nuk kemi asnjë palë tjetër jashtë realitetit politik të kësaj që po e shohim. Presidenti arrin indiferente, faktorët ndërkombëtarë janë edhe më indiferent se sa presidentja nëse i shohim raport me kalumën. Në këtë situatë mbase duhet një lloj marrëveshje paraprake që dy palë ta zbusin gjuhën në fushatën e ardhshme elektorale për të përgatitur sepse edhe zgjedhjet nëse mbahen po ndëgjoj, po gjuha, stili, do në momentin kur i thu palës tjetër ti nuk ke shpëtim pas dorëzim. Kush mundet atëherë më bë marrëveshje me ty? Edhe kjo sot çka po bën kryesuesi i kuvendit është e papranueshme në planin procedural, sepse ka filluar me votë të hapur. Okej, po e provon ndryshimin e mënyrës së votimit, ndërkohë nuk po kalon ky propozim me çfarë drejtë ti tash e ndal votimin e hapur. Arsyetimi i partisë në pushtet është që vota e fshehtë është e drejtë kushtetuese, po edhe vota e hapur është e drejtë kushtetuese. Po edhe arsyetimi tjetër që me votë fshehtë mbase mund të konstruoj kuvendi se
siç kam thënë, po mos çlirohet. Unë vetë kam thënë, lëvizja vetëvendosje, ndryshimin e procedurës së votimit, po e arsyeton me çlirimin e vullnetit të ndrydhur politik të disa deputetëve që ajo po kalkulon që do të votonin pro Albolena Haxhiut, sikur të mos ekzistonte presioni dhe kapja e vullnetit të tyre nga strukturat e tyre partijake. Okej, le ta bëjmë edhe këtë kompromis. Le të kalojmë me votë fshet. Mirë, po atëherë dhe lëvizja vetëvendosje duhet ta bëjë një kompromis. Që të paktën sipas praktikave të disa demokracive parlamentare le t'i futë edhe 2-3 edhe 2 emra të tjerë në listën e që vin po ashtu nga lëvizja vetëvendosje. Që vin po ashtu nga lëvizja, do të ketë rund drejtën e saj të përfaqësimit, le të ketë edhe 2 dhe mund ta shohim mbas edhe vullneti i deputetëve të lëvizjes vetëvendosje mos është i kapur për Albolena Haxhiun, sepse ka edhe në lëvizjen vetëvendosje deputet që janë pa kënaqur me nominimin e Albolena Haxhiut. Dhe në mënyrë dhe me një votë fshet mbas do çlirohet edhe vullneti i këtyre deputetëve, por që të ekzistonte edhe një emër tjetër alternativ. Është zgjidhje kjo, Shala? Një taktikë tjetër riti është që me bind popullin që s'ka zgjedhje tjetër përpas zgjedhjeve. Tuke e lodhur. Njerëzit vetëm kanë filluar të lodhen dhe ka zëra që kanë filluar të pajtohen me një situatë të re ku vendi do të shkonte në zgjedhje. Që ajo është qëllimi. Qëllimi pra i vetëvendosjes në njëra anë është me thonë që unë po ofroj alternativa. Partia e parë e ka e ka propozu kandidatin. Tashti, ju s'pëdoni me votu. Që na pja propozojnë edhe me votim të mshet. Prap s'pëdoni. Pra është taktik për ta bindur qytetarën që s'ka zgjidhje tjetër përpas zgjedhjeve. Një qytetarët nuk votuan një parti që ta ketë gjithë pushtetin votuan për qeveritë të koalicionit të ndryshu përqindjet. Sepse duhen pak për me ndryshu situata në mënyrë radikale. Për shembull, me 2% e ndryshon shumë skenën politike. Nëse e i marrin. A mund ndodh ky propozim? Është racional për shembull që vetë ta bëjt ta vënë në funksion këtë instrument, ta thëmë partia parë që do një zgjedhje, për të dakorduar me votimin e fsheft, po që në votim fsheft mos jetë vetëm zoni Haxhiu, po të jenë edhe 2 kandidat tjerë të azë. Si interesant kjo opozitës. Nuk ka zgjidhja të opozitë. Opozita vish nuk përdojmë vetës me alun fojnë, as vetëvendosja. Nuk ka zgjidhja ajo se momenti që konstituohen kuvendet fillan me ecë ora. Le të jetë një emër tjetër e votojmë. Ajo peden që vetëvendosja se bën asë, përsa ta pethojnë ata se. Po atëherë plotëse. Është një si PDK-ja vjosën që s'dashti me votu. Pse s'dashti me votu kur e mor vesh që LDK-ja pe votan? Adem taktik, se nuk është që të i keme shku në zgjedhje për të këja atëherë, para 4 vjetë. Po jo, me gjithatë ne që jemi përballë 2 opcioneve. Jemi përballë 2. Kërkesa e vetëvendosjes që të ndryshojë mënyra e votimit. Kërkesa e subjekteve opozitare që të jetë edhe një emër tjetër. Atëherë 2 palët mund të dakordohen që të ndroj procedura e votimit me parakushtin e inkorporimit të një emri tjetër nga partia fituese e zgjedhjeve, ajo rund drejtën e saj kushtetuese. Do thotë edhe të krijojë, do të thonë që 2 palët ta bëjnë një lëshim dhe të kalohet kalohet kjo situatë. Sepse është e vërtetë çapo thotë, sikur opozita e ka të sigurt që e merr pushtetin, edhe rrin 4 vjet pushtet. Ç'është ja kishim bu. Pas s'është ashtu. Që të jo problemi. Nuk po do në opozitave. Dëgjoj, po shkojmë pa konstituim të kuvendit. Sakt. Plus do 2/3 mi bu. Koalicion për me shpërnda kuvendit. 80 votat vijnë. Sakt, 80. Po, hadën, është një problem, po tash ka dhe opcione, ndoshta është edhe opcioni për shëtojnë me shku bashkë edhe në zgjedhje lokale dhe parlamentare. Partitë politike po kalkulojnë. Në moment një deklarat para disa seancave, tha në shkenim e sipër me atë që po teksa po refuzoj zoni Haxhiu. Bëni kuvendin e keni me një farë mënyrë për ju, ne po punojmë nga këto shkojnë të qeveri për të punu. Duke që me kësi... Këto e filloj kryeministri Kurti, në fakt kjo është një konceptualisht, është Murati ka fillu të adaptohet ka pak me strukturën mentale të lëvizjes vetëvendosje. Jam i bindur që Muratin të kaluamën nuk ish më pas kësi qasje, por siç duket ka fillu të introduktoj skemat e përfaqësimit politik të lëvizjes vetëvendosjes. Se këto, i pari ka thënë kryeministri Kurti kur u pyet në Rrogov të Asit, unë kam thënë, kur u pyet se ai keni siguru numrat, kryeministri tha që populli tha po e punon tokën, po e përsëris atë që thonë, populli tha po e punon tokën, qeveria po investon, shiu po na vjen si bereqet. Do thotë ekziston një harmoni e plot ndërmjet natyrës dhe veprimeve politike të këtij pushteti, ndërkohë konstituimi i kuvendit as që është
interes i imi, ata që dojnë ta konstituojnë, le ta konstituojnë kuvendin, e përsëriti mopna Muratit njëtën tezë të kryeministrit detyre Albin Kurti që tha konstituimi kuvendit tha është detyre e atyre që janë kuvende jo e jonja sepse qeveria po i kryen detyrat e po i kryen obligimet e saj, ne jemi mirë tha në qeveri, edhe ka dy rrogave që nuk e tha po i morëm, se unë jam i bindën që janë duke i morë, edhe ka dy rroga, si ministra në detyra, ashtu edhe si deputet kuvendit të Kosovës. Nuk jam i sigurt, jam mbetet të verifikohet, të shihet. Edhe kjo është pak a shumë, domethënë, çësia që ideja është që zhvendoset presioni zhvendoset mbi subjekte tjera politike që është përgjegjësia e tyre bllokimi apo mos bllokimi i kuvendit. E gjithë lufta është kush është fajtori i madh. Këtë lufta është ashtu që është reduktuar. Procedurat këtu janë vetëm pretekst juridik e politik, po e gjithë lufta është kush është fajtori i madh që po e marr peng vendin. Kjo është thelbi. Kryeministri Kurti prej mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare ka insistuar ta tërheqë një paralele ndërmjet intervenimit hibrid të Serbisë me anë të subjekteve minoritare jo serbe, se lista serbe nuk kuptohet, jo serbe, dhe që po ashtu subjekte tjera parlamentare po i nënshtrohen kësaj qasje për ta mbajtur të bllokuar materializimin e vullnetit demokratik të qytetarëve të Kosovës. Këtu i kanë kontribuar, tash këtij narracioni kanë kontribuar, ka arritur të shohë disa deklarime Gjuriqit në Këshill të Sigurimit se interesi ynë është që vetëm Albin Kurti mos jetë kryeminist e tjera, e kanë ndërtuar pikturën e madhe dhe kush është ai i cili po realizon agjendën e Serbisë dhe kush po i kundërvihet Serbisë. Qytetarët po e mbajnë Kostën. Unë insistoj, megjithëse Shala ishte pak më tolerant këtë drejtim, unë insistoj që pasojat janë të mëdha për qytetarët e Kosovës, sepse në fundit na nuk kemi dallimi Shala i zgjedhjeve të vitit 2021 me këto zgjedhje, sepse betejë është si duket për ta identifikuar atë fajtorin e madh, që ky fajtor të kthehet në kauz pastaj edhe elektorale. Po dallimi është që ne për herë të parë kemi pas një qeveri shumë stabile. Pra plot qytetarë janë të bindën që instituciona apo partitë politike ende nuk kanë mbrirë në atë stad të zhvillimit. Nuk e kemi pas mbështetjen e partive tjera. Pra ata kanë munguar në atë seancë duke pamundsuar quorumin, pra për të votuar mos certifikimin e listës serbe. Dhe si pasojë e kësaj sot i kemi edhe në kuvend, pra një grup politik i cili nuk e pranon dhe nuk e njeh Republikën e Kosovës e për më tepër refuzon edhe të bëhet pjesë pra e nderimit të dëshmorëve të kombit me 1 minutë heshtje siç edhe e pam. Ne e kemi thënë pra, ata nuk e kanë vendin në kuvend, nuk do duhet të certifikoheshin e aq më pak pra të kenë edhe funksione shtesë. Por në vazhdimsi e kemi pasur si opozita nuk është se ka pasur fare problem, për më tepër opozita shihet që shumë më tepër e ka problem pra emrin e Albulena Haxhiut për kryetare të kuvendit, një deputete e cila në vazhdimsi pra ka qenë zëshme kundër asociacionit të komunave me shumicë serbe, kundër demarkacionit, kundër gjykatës speciale e shumë dëmeve tjera që janë votuar në këtë kuvend, pra pikrisht nga këto parti që sot refuzojnë pra që ta mbështesin kryetaren Albulena Haxhiu. Ndërkësh në anën tjetër nuk kemi dëgjuar asgjë deri më sot për pozitën e nënkryetarit, për shembull që u takon edhe komuniteteve jo shumicë, këtë rast 2 nënkryetar, njëri për komunitetet jo shumicë jo serbe dhe një nënkryetar për komunitetin jo shumicë të komunitetit serb. Qëndrimi jonë si lëvizjeve vendosje bashkërisht me partnerët, pra Partinë Guxo dhe Alternativa, është që fatmirësisht, me qenë se kësaj radhe kemi deputet nga komuniteti jo shumicë serb që vinë jashtë listës serbe, kësaj radhe më e pakta që mund të bëjmë, me qenë se nuk ishte e mundur pra që të mos certifikojnë, na u pamundsua mos certifikimi dhe ju lejua listës serbe që të hyjë në kuvend, më e pakta që mund të bëjmë është që nënkryetari i kuvendit të Republikës Kosovës të mos zgjidhet nga ta. Pra qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje është që nënkryetari, me qenë se kemi deputet që vjen prej subjekteve tjera përveç listës serbe, në këtë rast është deputeti Nenad Drashić, propozimi jonë është që Nenad Drashić të përfaqësoj komunitetin serb dhe nënkryetarit mos vi nga lista serbe. Ftojmë edhe deputetët e opozitës që në vend se të kundërshtojnë
pra Albulena Haxhiu, emrin e Albulena Haxhiut për kryetare të kuvendit, të na bashkohen që spaku të sigurohemi që nën kryetari nuk vjen nga lista serbe. Ky pra është qëndrimi jonë. Për këtë arsye kemi insistuar që të ketë edhe paket të marrëveshjes për emrin e kryetarit dhe nën kryetarëve që të dakordohemi për të gjithë nën kryetarët. Pra të sigurohemi që nuk zgjedhet dikush që nuk e pranon shtetin Republikën e Kosovës si të vetin dhe që duhet ta mbrojë. E pat që vullneti i deputetit po vazhdon të ndrydhet përmes insistimit në votim të hapur. Ne kemi kërkuar që të gjejmë një rrugëzgjidhje nga kjo. Pra votimi i fshehtë është një mënyrë kushtetuese se si dilet nga situata, por po i shohim që partitë opozitare vazhdojnë të mos u besojnë deputetëve të tyre. Ftojmë edhe një herë të gjithë deputetët që ta mbështesin këtë proces, të zhbllokohet procedura dhe të vazhdojmë tutje me konstituimin e kuvendit. A jeni duke bërë shkelje siç po thotë opozita tek çështja e kërkesës suaj për votim të fshehtë? Sepse kjo bëdohet që nga opozita që do të jeni të bërë shkelja dhe është një fakt edhe një vendim kundër kushtetues. As pak nuk ka të bëjë me shkelje, e keni nenin ose paragrafin 124, paragrafin 127, 128 të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese që specifikon që thotë se për të dalë nga situata, për të mundësu ushtrimin e vullnetit të lirë të secili deputet mund të votohet në mënyrë të hapur, në mënyrë të fshehur, apo edhe në ndonjë mënyrë të cilën pra mund të ketë dakordim mes partive politike që marrin pjesë në kuvend. Dhe asesi s'ka të bëjë me shkelje. Pra, ne çfarë po propozojmë, e që jemi të vetmit që në vazhdimsi propozojmë mënyra se si dilet nga situata, ndërkaq partitë opozitare janë ata që në vazhdimsi gjejnë arsye për të mos dalë nga kjo blokadë, ne po propozojmë një mënyrë si të ecet tutje, pra që deputetët të ushtrojnë vullnetin e lirë. S'ka fare të bëj kjo me autoritarizëm siç po pretendohet, madje është e kundërta. Në situata autoritare kërkohet votim me aklamacion, ku duhet sigurohet që secili ta di për kë ka votuar, dhe pastaj nëse dikush del prej vizë partijake të ndëshkohet. Këtë rast ne po kërkojmë që secili deputet ta ushtrojë vullnetin e lirë në mënyrë individuale, pra duke votuar përmes një procesi të votimit të fshehtë. Pra s'bët fjalë për shkelje, për më tepër e keni dëgjuar herën e kaluar, zëvendës kryeministrja Donika Gërvalla e ka cekur që nëse ata me të vërtet mendojnë që është shkelje, le ta kalojmë këtë proces dhe deputet mund ta dërgojnë çështjen në gjykatë kushtetuese dhe le ta vlerësojnë gjykata kushtetuese nëse është shkelje apo jo. Por mos të bllokohemi këtu. Mos të bllokohemi këtu. Pra, nëse ata nuk duan si subjekte, e kemi votimin e fshehtë. Pra, le të kaloj përmes votimit të fshehtë, asnjë subjekt politik nuk mund të akuzohet që ka shkel kushtetutën, kalon votimi dhe le dërgohet çështja në gjykatë kushtetuese. Po fakti që ata s'dojnë fare me marrë pjesë, tregon që nuk janë të interesuar për me zhblloku procesin përkundrazi. Zotëri Murati, nevojitën 2/3 e komuniteteve për votimin e nënkryetarinëve serb, siç e sekët ju. Ju e cekët Jo, s'nevojitet. Po 2/3 e komuniteteve që nuk kuptojnë që duhet që çysh me votu ata listës serbe. Lexojeni edhe një herë. Shtu deri tash është interpretuar nëse ka ndryshuar kushtetuta, atëherë Lexojeni edhe një herë. Në rregull. Si mund të votohet në mënyrë të fshehtë për nënkryetaret kur nevojitet 2/3 e komuniteteve për nënkryetaret? Lexoj edhe një herë. Dhe e dyta, a është paket turpshme të akuzohet vazhdimisht opozita për bashkëpunim me listën serbe, kur dihet që pikërisht për ligjin për veteranët keni bashkëpunuar, madje keni diskutuar për këtë çështje me jo kryetarin formal të partisë, por legjitim, por me Milan Radojčićin. Kjo është e pasakt. Kjo është e pasakt, ndërkaq nëse është cili është konstatimi çka është e turpshme? A është pak e turpshme këto akuzat të hidhen vazhdimisht? A janë të vërteta? A janë të vërteta? A keni fakte? Po faktet janë. Atë faktet kanë qenë edhe për juve që keni bashkëpunuar me listën serbe pikërisht për ligjin për veteranët. E pasakt, e pa vërtet, është sqaru, kjo çështje është sqaru. Kjo çështje është sqaru, ajo është e pavërtet. Ndërkaq kjo që po thoni, a janë të turpshme akuzat, unë po i pyes, a janë të sakta akuzat, a është i sakt konstatimi që deputetët e opozitës në koordinim edhe me deputetët e listës serbe, pra nuk po marrin pjesë në votim dhe po e pamundsojnë konstituimin e kuvendit. Për më tepër, a është e sakt që mos pjesëmarrja e përfaqësuesve në KQZ
të PDK, LDK dhe AK e ka mundësu që lista serbe sot të garoj, pra të certifikohet dhe të garoj si subjekt e tash të kene dhe ullëse në kuvenda. Ashtë e sakt kjo. Prandaj cilësimet subjektive, ju lutëm dhe një anash, le të flasim për fakte. U pajtuat, pra gjithë pajtohemi që gjitha këto që i thash janë fakte dhe të sakta. Çështja e ftesave dhe ftesës për bashkëpunim, pra ekziston në vazhdimsi, ne kemi thënë që nga fillimi, që jemi të hapur për diskutim për bashkëpunim. Kemi parë që 2 ftesat e para sa i përket konstituimit të kuvendit, pra janë refuzuar, madje s'ka pas pjesëmarrje as në takim, kësaj radhe, pra për faktin që ka pas deputet nga LDK që janë deklaruar se për të pasur një bashkëpunim të tillë nuk mjafton vetëm konstituimi i kuvendit, por duhet të ketë një dakordim politik, ka rrjedh pra edhe ftesa e kryeministrit Kurti drejtuar pra Lumir Abdigjikut, që në këtë rast fton për diskutu për bashkëpunim politik në mënyrën siç ata po pretendojnë dhe po e shohin se në qoftë se mënyra tjera janë të pamundshme, ne jemi të gatshëm, pra si fitus të zgjedhjeve na takon dhe jemi të gatshëm që të gjejmë mënyra. Por ajo çfarë kemi pa deri më tani, e shpresoj që do të ndryshoj, është që të ketë gatishmëri edhe nga subjektet tjera pra për të konstituuar kuvendin dhe për të formuar institucionet e vendit. Ftesa është mbi bazën e asaj çfarë kanë deklaruar vetë përfaqësuesit e subjektit Lidhja Demokratike e Kosovës, pra që kërkojnë një marrëveshje politike. Këtë rast për këtë edhe ka ftu kryeministri Kurti, pra që të ketë një diskutim për një marrëveshje politike. A jeni të gatshëm si vetëvendosje në rast se në një marrëveshje politike opozita pranon të votojë vetëvendosjen që të udhëheqë qeverinë në një afat të caktuar, për shembull deri në zgjedhjen e presidentës, deri në pranverën e ardhshme, që vetëvendosja të udhëheqë me qeverinë deri në pranverën e ardhshme si marrëveshje politike për një qeverisje më të vogël, ta quaj ashtu minorek. Unë nuk mund të jap konkludime apo përgjigje në situata të tilla hipotetike, sepse siç e dini, edhe marrëveshjet politike, gjitha dakordimet vendosen në organet e partisë, pra është kryesia dhe Këshilli i Përgjithshëm që jep vulën finale për çdo marrëveshje politike. Besoj që gjuha në vazhdimsi e më së paku nga ne ka qenë e ashpër, por që në të kaluarën kemi pa që këto çështje janë të kalu. Do të thonë, kur ka vullnet që të mos përdoren vetëm si pretekst për mos marrëveshje, janë të kalu. A jeni të gatshëm me kërku falje me të kalu këtë situatë? Po. Në një letër të tillë për mundësi që bashkë me qeverinë, nëse e refuzon Abdigjiku, a keni adërgu PDK-s në të rastin e transmishje? Nuk besoj që do të ketë një letër të tillë, po presim një herë çfarë do të jetë përgjigja, me qenë se nuk e kemi ende përgjigjen, pastaj do të diskutojmë në kuadër të organeve të subjektit që kemi, në kuadër edhe të grupit parlamentar, edhe të kryesisë së kuvendit, por gjithsesi opsionet janë këto, pra ose duhet gjejmë një mënyrë si të ecim përpara, ose opsionet tjera pra dihet që mund të ketë edhe një dakordim për konstituim, pastaj shpërndarje të kuvendit dhe të shkohet në zgjedhje. Unë mendoj që ka shumë më shumë çështje të rëndësishme se sa preteksti për disa fjalë apo për një fjalë të vetme për individ të caktuar që të bllokohet konstituimi i institucioneve të vendit. Si që thash, nëse duam të hyjmë asaj rrugë, ka shumë e shumë deputet në këtë kuvend që kanë bërë shkelje shumë më të rënda e ofendime shumë më të rënda, mirë po për konstituim të kuvendit, për të i kalim të kësaj situate të zhbllokimit, ne jemi të interesuar që të ketë një dakordim, një konsensus se si të lëvizet përpara, sepse e dini që edhe qytetarët janë lodh
me këto seanca të vazhdueshme ku në vazhdimsi ka bllokim, ne në vazhdimsi ofrojmë opsione mundësi, por ja që në vazhdimsi ose janë refuzuar ose ka pas bllokim. Shpresoj që kësaj radhe pra të ketë reflektim në mënyrë që të mund të lëvizim përpara. Faktum se ande një këto në kujtorën për një jo, asë një për tyre nuk ka thonë që do të marrëveshje politike po me neve. Ka thonë që do të marrëveshje politike po janë edhe dhjetra partit tjera që mundi me bo me to. E dyta e nësë të faqëm. Vesh po përgjigjeni për ta? Jo. Mund t'i presim dështë. Nuk ka thonë, me time nuk ka thonë ashtë, asë një. E dyta se përket listës serbe, thatë që nga ish partit opozitores ka posë vullnet që me pamundësu certifikimin e tyre. Kjo është e saktë. 4 muaj pas sulmit terrorist bojës, a janë dy anëtarë të vendosjes që në Komisionin Shëndetësor të Zgjedhjeve kanë vetuar që lista serbe me ndodh 360.000. Çështja e ndarjes së fondeve është çështje që rregullohet në kuadër të ligjit për gjitha subjektet, pra nuk mund të veçohet një subjekt i veçantë. Ndërkaq në rastin konkret, pra është faktike që lëvizja vetvendosje ka kërkuar që lista serbe të mos certifikohet për të garuar në zgjedhje. Dhe po besoj që nëse i shohim praktikat e ndryshme në Bashkimin Evropian madje, nuk ka qenë kërkesë e jashtëzakonshme apo ndonjë kërkesë arbitrare. Ne po shohim që ka në vazhdimsi që vetë gjykatat apo edhe institucione tjera, instanca tjera, në këtë rast ne kemi KQZ-n si instancë që vlerëson certifikimin ose jo të një subjekti politik, kanë ndaluar madje ose garimin ose ua kanë marrë mandatet deputetëve të cilët pra kanë treguar shenja armiqësore ndaj rendit kushtetues të vendit. Pra këtë kemi kërkuar ne, fatkeqësisht nuk është mbështetur sot i kemi në kuvend, por më e pakta që mund të bëjmë tash e që kërkojmë edhe nga partitë opozitare është në vend se ta kundërshtojnë Albulena Haxhiun për postin e kryetares, mirë do të ishte të na bashkohen që të sigurohemi që nën kryetari nga komuniteti serb të jetë Nena Drashić e jo ndonjë antar i listës serbe. Lista serbe nuk e respektoi një minutë thjesht e për ditën e dëshmorëve, si shihni këtë veprim. Po ne thash, është veprim i turpshëm, është veprim që nuk do duhet të ndodhte për fakti që u është mundësuar që të garojnë, duke e ditur se çfarë përfaqësojnë, çfarë qëndrime dhe çfarë mendime, besoj që ka qenë mund të jetë edhe e pritshme. Por neve çka na takon është që të sigurohemi që nën kryetari pra nuk vjen nga ta, por përfaqësuesi i komunitetit serb të jetë zotëria Nena Drashić. Pse po shkruhet në këtë vjetër se përjashtohet, pra nuk ka koalicion vetëvendosje PDK. Po besoj nëse letra është publiku, se nuk jam tash me qenë se 2 gazetar radhazi ju referuan, besoj që mund të shihni qartë se për çka është ftesa dhe për çka janë ftuar. Unë vetëm ju referova asaj se si ka ardhur deri te kjo ftesë. Pra deri te kjo ftesë kemi ardhur për shkak se kemi pa që në pamundësi të konstituimit të kuvendit, në pamundësi që të arrihet një dakordim, pra fillimisht për konstituim të kuvendit, pra atë që e kam quajtur në një shkrim edhe si koalicioni konstituiv, që do duhet të përbëjnë nga 3 subjektet më të mëdha që rezultojnë nga zgjedhjet e 9 shkurtit, kemi pa që ka refuzim për një dakordim të tillë, nuk jemi të interesuar pra që të vazhdojmë me këtë situatë, po ofrojmë edhe një mundësi tjetër për zhbllokim, me qenë se ka subjektin këtë rast si LDK që ka thënë që duhet një marrëveshje politike për të lëvizur përpara, përveç se për koalicion konstituiv, duam një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ka rrjedh edhe si rezultat oferta apo letra në këtë rast e kryeministrit Kurti, në mënyrë që të ftohen dhe të gjendet një rrugë përpara. Besoj që pyetjeve të tilla mund të përgjigjen vetë qytetarët se çfarë preferojnë. Ne jemi të interesuar për zhblloku procesin
ne jemi të interesuar për zhblloku procesin, në vazhdimsi, pra prej datës 15 prill kemi ofruar mundësi, propozime për dal nga situata e blokadës. Shpresojmë që edhe kjo, pra të mos e ketë fatin e njëjtë që të refuzohet nga opozita dhe të vazhdon blokada. Pra ne jemi subjekti i cili në vazhdimsi ka ofruar mundësi për të zhblloku procesin. E pavërtet, e pasakt, e pavërtet. E pavërtet dhe pasakt kur thoni tërë opozitën. Nëse ka pas persona, nëse e lexoni sakt, këtë sqarim e dha zonja Gërvalla Shfarc, herën e kaluar, nëse i referoni sakt citatit, aty thuhet që personat të cilët premtojnë buxhet më të lartë se GDP-ja, pra nuk kanë sens ekonomik. Personat që premtojnë shumë fish miliarda më shumë investime kapitale se sa buxheti pastaj, edhe ata nuk mund të quhen ndoshta ekonomikisht me sens. Mund të diskutojnë për subjektivitetin e frazës, por gjithsesi që premtimet të tilla nuk do duhet të ishin pjesë e fushatës. Por një gjë e tillë, unë po besoj që duhet ta presim përgjigjen e subjektit këtë rast LDK, atyre që është drejtuar ftesa dhe pastaj të shohim se si lëvizim tutje. Zot Murati, pyetjen e parë keni përgjigj. Kush prej LDK-s ka thënë se duam marrëveshje politike? Unë nuk e di ti kanë Hekuran Murati, i cili në fakt në mënyrë të gjatë ju përgjigj të gjitha pyetjeve që kishin gazetarët, riteksoj fajin që vendi po e bën të bllokuar opozita e deridjeshme. Zhvillimi më i fundit është Gazeta Nacionale ka publikuar një letër kërkesë që kreu i vetëvendosës zoti Kurti i ka drejtuar Lumir Abdigjiku të LDK-s për bashkëpunim në koalicion. Shala ka solli ta lexoj letrën, pastaj i nderuar kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës zoti Lumir Abdigjiku, po ju drejtohem me këtë letër me që nuk o takuam ende. Deputetët e LDK-s së fundmi kanë deklaruar publikisht se për të ecur përpara në legjislaturën e 9, fillimisht me konstruimin e kuventit nevojitet marrëveshje politike. Si kryetari i lëvizjes vetëvendose dhe kryeministri në detyrë i Republikës Kosovës, jam interesuar dhe i vullnetshëm për marrëveshje politike me LDK-n. Ne sigurisht që kemi dallime në bindje politike e në politika qeverisë, por koalicionet bën pikërisht ndërmjet atyre që kanë dallime, duke vendosur të drejtat dhe nevojat e shtetit dhe të qytetarëve si prioritet. Më tutje thuhet në letrën e zotit Kurti, drejtuar LDK-s. LDK njihet si parti e cila nuk ka hezituar për koalicionet qeverisë në vitin 2001-2004 me PDK-n dhe AK-n në 2004-2007 me AK-n, në 2008-2010 me PDK-n, në 2014-2017 sërish me PDK-n, ndërkaq në 2020 me lëvizjen vetëvendose. Mos pajtimet e diferencat që mund të ketë LDK me LVV-n sot nuk janë më të mëdha se sa që LDK kishte para koalicioneve të mëhershme kur i bëri ato. Plus, në vitin 2020 ne bashkë kemi qenë kolegë në Kurtini, kur unë nuk kam pasur probleme me juve, por me disa të tjerë që nuk kanë më pozita të larta e as ndikim të madh në LDK, si aso kohë. Tani është pjesa e parë e letrës, pjesa e dytë vion, jam i bindur që votuesit e LDK sot e preferojnë më së shumti koalicionin me lëvizjen vetëvendose. Edhe votuesit e LVV-s preferojnë po ashtu më së shumti koalicionin me LDK-n. Pse të mos shkojmë në zgjedhje, pse të mos e bëjmë në fakt? LVV nuk është e interesuar për koalicion me PDK-n. Ne edhe mund të shkojmë në zgjedhje të reja ku për çka mund të ndryshoj për LDK-n dhe mendoj sërish se janë shkruar nga të vogla të ndëruar që kusti rriti pak, sërish do të na duhet të ulemi bashkë për koalicion LVV-LDK.
pse të mos e bëjmë atëherë me vonë, Mos të bëjmë tash. pse ta bëjmë atëherë me vonë, kur mund ta bëjmë tash? Pse edhe një palëzgjedhje për koalicionin e njëjtë? Natyrisht që më së miri do të ishte takomi t'i flasim, t'i diskutojmë këto si politikan të pjekur që kanë ardhmërinë e shtetit dhe përparimin shoqëror prioritet me çdo tjetër. Sinqerisht, Albin Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, kryeministër në detyrë i Republikës Kosovës, letra plotësi e dëmton kjo LDK-n. E dëmton. Prap po kthehemi aty në atë kontekstin që partitë politike po letër për me përforcu pozicionin e vet. Përpjekja kriteri së fundi është vijim i interesimit që ka pas zoti Kurti për të takuar me. Po rriti qytetarët e dinë LDK-ja çfarë trajektore ka pas. Se kish probleme me PDK-n me bo. Tash shumë problem ti me arsyetu me thon mi kënaqti qytetarët, tu thon unë s'votoj, unë s'e bëj me PVV-n. Problemi te ashtu me përforcu pozicionin ton. Ky piqet në pozitë shumë të keqe Albini. LDK. Të më thonë është luftë për ta përforcuar njëri pozicionin e vet VV-ja në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe besoj që kështu e dëmton LDK-n. Pse? Kur farë probleme me bo me PDK-n, e tash po është probleme bo me Nuk ishte bashkëpunim, ja ka përmendur bashkëpunimin që ka pasur LDK me gjitha partitë tjera, edhe bashkëpunimin që kishte me Kurtin dhe se nuk mund të jenë arsye disa njerëz që sot s'kan ndikim në LDK, ta bllokojnë bashkëpunimin e një formati politik LVV-LDK edhe tani. Pse të ishte problem? Do shta janë subjektiv, po kjo e dëmton LDK-n, kjo çështje nëse se pranon. Edhe Albini peqet në pozitë shumë të keqe. Nëse LDK se pranon, e dëmton thu LDK-n. Po, dëmton. LDK do duhet ta pranonte. Pa i të paktën ta pranojte, ose ti thot Albinit, hajde po merrem vesh, pi bojmë votat, pe konstituojmë kuvendet, pe çojmë vendin zgjedhjes. Çto dy opsione i ka, nëse si thot që të dyja e dëmton. Absolutisht do dëmton. Nuk e kish probleme me PDK-n me bukur. Kupton që qytetarët e dinë këtë sen dhe kjo e dëmton LDK-n. Që të është problemi. Edhe Albini për çata javë bën këtë letër e çet me një pozicion shumë të pavarëshëm LDK-n. Ose do të më pranu, ose do të paktën do të më thonë publikisht, hajde pe konstituojna, po t'i dhojna votat veç, po shkojna në zgjedhje. Se kështu s'bohet. Këto janë dy mënyra që LDK-ja mundet më mirë mbaj. Ja ka përmendur gjithë historinë e LDK-s me një farë mënyre, duke e kthyer në prioritet për Kosovën, siç ka thënë Kurti, me gjithë dallimet që kemi politike, ne jemi këtu si njerëz të pjekur për gjitha dallimet i kthejmë në prioritete për interesat vendit. Nuk mjaftan me thonë, tim ke thonë mu hajvan, unë s'bëj koalicion me ty. S'mjaftan ajo. Nuk mjaftan. Nuk mund është ti mu arsyetu me thonë, unë s'bëj me ty s'm ke thonë hajvan. E këtyne që të kanë vra, që të ishë më kanë vra, qysh bëjshë me ta? Tash, a është me eron me hajvan me thona me të vra. Shumë vështirë është kjo më arsyetu para qytetarëve. Mas njëna e dyta, që e përmeni kryeministrin detyrë. Mos që ndo faktor që e kanë humb ndikimin politik, po në fakt po vreqë se kanë humb edhe ata pe parandalojnë një koalicion tillë. Mu bëm duket që del në pozicion shumë të keq LDK. Nëse se pranon ose nëse s'del publikisht me thonë, hajde merrem vesh e shojna vendin zgjedhje. Nëse si thot në njënën për këtyne dyjave, unë besoj që po humb LDK. Jam të pa me zero alternativa tjera. Me gjendën e tashme politike, pikë kësaj letre janë pa alternativë. Pi përjashton vetëvendosja me këtë letër, pi përjashton çdo koalicion tjetër përpos LDK-s, pi përjashton. Vërtet është. Po nuk e pranon LDK-ja, do të pse goditje thu. Ma merr mendja që po. Dhe mjafton me psu goditje 2% mi hub. Ne nuk ka nevojë mi hub 10%, veç 2 mi hub shumë ndryshon skena. Përsëri tha, edhe po mbajtën zgjedhjet, do ta kemi këtë rezultat të njëjtë. Pse të humbim po? Parafërsisht do ta kemi të njëjtë. Është parafërsisht, saktë është. Po 2% mas ne na ndryshon shumë. Po AK-ja nuk hin kuvend, vetëvendosja mundet mi marr 51 vota. Është me taktizim sa apo është përpara Albini ose mbrapa ndaj të tjerëve, duke bë politikë. Po Albini e ka dëshmu disa herë që është strateg, për ndryshe e kish pas problem, bre, është e pa imagjinueshme mi marr 51% nëse nuk je strateg, bre. Është shumë vështirë.
Po pa men, pa okupatit me lujt mirë, 51%. Se njerëzit nuk besojnë që 51% e njerëzit, po foli për zgjedhje tjera, kishe ende s'kam përfundu. Nuk besojnë që ky për një me i meriton 51%. Po ky ka arrit, qashtu me po punën që 51% me thonë këta tjetin këshi. Po drejtohesh ka unë, tash qaç është dëgjoj, tash kjo na duli një situatë e re, kushtimisht po ju kriju një gjendje kaotike, që po e bën. Po përdor taktika. Dëgjoj, jo, ka përdorur edhe në kaluamën taktika dhe këto që është duke i bën ka vëmë, edhe këto që për shkarkimit të Agenveliut kanë qenë lëvizje taktike. Shkarkimi i Agenveliut e gjitha ato nuk janë kon pa lojra jo taktike. Do të nuk janë bo veç aty për aty ad hoc, po janë bo taktike që me të vërtetë tani kanë dalë në ato që u po në atë përfitimin e madh politike e tjera, po që tash është detyru po e zonë t'i kërkoj përsëri bashkëpunim lidhjes demokratike të Kosovës, sepse nga kjo letër që e pa më ftesë për bashkëqeverisje, me sa e kuptova për koalicion. Dëgjoj tash, qyre, nëse ndëgjojmë pak më herët që këtë Hekoranin, domethënë ai përsëri e vazhdoi që atë logjik ku të gjitha subjektet tjera politike janë ende në dakordancë me listën serbe. Domethënë tha ende janë asi dhe krijoi një farë lloj situate tash ajo do të interpretohet në aspektin kushtetues, në spja vetës luksin me hi më shumë se kemi shumë tema tjera. A mund nën kryetari të jetë Rashiqi apo duhet të jetë nga lista serbe, duke marrë parasysh numrin më të madh të votues, numrin më të madh të deputetëve që i ka lista serbe dhe një farë shantazhi mbi subjekte tjera opozitare që mos më e votu nën kryetarin e listës serbe, po më e votu nën kryetar në Nadrashiqin, se Nadrashiqi vishti vote ka. Certifikimin KQZ në fakt. Po mes certifikimin e këtë është një situatë, nuk bëhet pa vendim gjykate e tjera, është një situatë, ai vazhdoi logjikën e sulmeve për tërheqje për kauza elektorale. Për tërheqje paralele, ndërkohë dëgjoj tash të shkandull. Kurti i referohet deklarimeve të eksponentëve të lidhjes demokratike të Kosovës që në vazhdimsi kanë thonë duhet marrëveshje politike për zhbllokim të situatës. Në këto, bilem nëse të kujtohet, unë vetë e kom pas si qasje kontradiktore atë mënyrë qysh LDK-ja e ka arsyetue pozicionin e saj. Por LDK ka thonë kështu, duhet marrëveshje politike, mirë po ne nuk bëjmë marrëveshje politike. Jemi për kompromis? Jemi për kompromis, po le ta bëjnë tjerë. Le ta bëjnë PDK-ja me aleancën. Këtë model të kompromis. Unë kom thonë çka tash, unë kom thonë çka nëse PDK-ja dhe aleanca thonë, hajde po ndëgjojmë Këshillin e lidhjes demokratike të Kosovës që edhe ne mos bëjmë marrëveshje politike. Se në momentin kur thotë duhet marrëveshje politike, po le ta bën jo unë, domthonë kjo e ka nxjerrë një pozicion kontradiktor lidhjen demokratike. Ndërkohë tash Kurti e ka sakrifikuar qëndrimin e tij të 2017-s që s'ka marrëveshje politike para konstituimit të kuvendit, sepse para konstituimit të kuvendit vetëm një marrëveshje politike është kushtetuta. Ndërkohë sot e sakrifikon atë qëndrim, kërkon marrëveshje politike, e tash lidhja demokratike e Kosovës ndodhet para një sfide që me që po insiston në marrëveshje politika duhet apo e konsideron të mirë marrëveshjen politike, e konsideron mjet për zhbllokim të situatës. Pse duhet ta bëj PDK-ja dhe aleanca jote? Domthonë është situatë pak pashtrektore në cilën kontradiktore në cilën ndodhet sepse ajo që është vërtet në vazhdimsi është vërtet që ka ekzistuar një farë lloj rivaliteti sidomos të dy partitë të mëdha, të cilat po ja lënë fajin kryesor njëra tjetrës, që LDK-ja ka pas një farë lloj preferencë që PDK-ja të shkojë në koalicion me lëvizje me vendosje në mënyrë që ta akuzoj që jeni një lloj se Lumir Abdigjiku tash ndallim me këto që i thot Kurti, Lumir Abdigjiku thotë unë jam i ndryshëm nga gjithë tjerët, ta e mbash. Apo kupton? Edhe Lumir Abdigjiku po i thot Kurtit, jo vetëm për hajvan, po më ke akuzuar për agent të Serbisë pasi ke ardhur në shpitime që kallzon për afinitetin që kanë pas ta dy njerëz. Domthonë kanë bërë marrëveshje politike përkundër asaj që u kanë publike sa i përket strukturave, jo për presidentin. Afrimin e qëndrimeve programore ndërmjet lidhjes demokratike të Kosovës dhe vetëvendosjes në koalicionin që ja përmend, 2019 thotë ti thotë në shtëpinë time thotë komprit, thotë kjo ardhot në shtëpinë time, bashkë të kemi bën ato, që tregon që paralelisht me negociatat që janë zhvilluar ndërmjet Isa Mustafës dhe Albin Kurtit, është zhvilluar një proces paralel i afrimit politik ndërmjet Vjosës, Lumirit edhe
Albinit. Po e konsideroj kushtimisht po e quaj ilegale, një farë lloj procesi ilegal politik paralel përkundër atij zyrtar që ne kemi pa kur stagnonte negociatat kur stagnonin me Isa Mustafën e me e tjerë. Pra thot, kjo është, më thon, tash, çka ndodh, diçka tjetër ti kushtojmë vëmendje. Në seancën e fundit kur dështoi, ministrja në detyrë Donika Gërvalla tha që PDK-ja po i bën shantazh LDK-s për zgjedhje të parakoshme. Kjo tash krijon pikturën që ne, nëse ju nuk i nënshtroj kërkesës tonë, ne mund të jemi në gjendje të mirëmi vesh se PDK-ja po i kërkon edhe me Partinë Demokratike të Kosovës, me ata nuk bashkëqeverisim, po shkojmë në zgjedhje të parakoshme, por që ti ki përmendë të tjerë hulumtimit të opinionit publik kanë tregu që aktualisht vetëm vetëvendosjes dhe PTG-s i konvenojnë zgjedhjet e parakoshme. Kështu që po rritet presioni dhe shantazhi mbi lidhjen demokratike të Kosovës në këtë situatë të vështirë në cilët ndodhet. Takim tashurinë. Aq është kërkoj ndjesë se s'po bëjnë ashta kretë pikturën me Jo, pjesë mozaikut janë formuluar. Po, është një PDK-ja po kërkon zgjedhje të jashtëzakonshme, nëse ju nuk pranoni marrëveshje politike, ne mund të shkojmë se duhet dalim për kësaj situate. Hulumtimet e opinionit publik tregojnë që zgjedhjet e jashtëzakonshme nuk i konvenojnë LDK-s, po i konvenojnë PDK-s dhe vetvendosjes. Sa janë sakta nuk e di, po i referohen veç atyre që i kam dëgju publikisht, pse të mos e bëjmë marrëveshjen sot me që ju po e kërkoni, ju po ja kërkoni, ju një vlerë që po ja afirmoni, që tash paradoksi, kontradikte LDK-s. Ju po ja afirmoni një vlerë që vetë nuk po keni guxim politik ta zbatoni. Po thoni që situata skalohet pa marrëveshje, po le të bën aleanca me PDK. Ftoi të bëj marrëveshje. Edhe tash kur ti po fton? Ai konsideroni vlerë marrëveshjen politike. Ai konsideroni që kjo situatë të kalohet pa marrëveshje politike. Hajde ta. Do të dhoni epilog LDK-ja, patjetër për ndryshe dëmtohet. Do të më dhoni epilog. Do të më thonë, ose po bëjnë koalicion, ose një alternativë do të më thonë. Reflektorët e presionit janë ka LDK-ja. Qasjen e LDK-s në këtë drejtim, ti e din, unë e kam kritikuar edhe para prakesh të studios, se unë pengoj ke ajo, situata te kalohet me marrëveshje politike, po ne s'bojmë marrëveshje politike. Kjo është një situatë një paradoksale. Jo shkoni. Jo se na jemi të ndryshëm nga tjerët. Ju të këqit bëj bashkë ne të mesim të mirë të anash. Kjo është çka tash LDK-ja, tash PDK-ja, po konsiderojnë ne do ta ndëgjojmë rekomandimin e lidhjes demokratike të Kosovës, me s'po basta marrëveshje politike me Albin Kurtin edhe aleanca ashtu. Megjithëse edhe ky s'po i dën. Tash Kurti është 2 hapa përpara thotë. Po, dëgjoj, është LDK-ja ndodhet në një pozicion e cila duhet të dalë në kundërshtim me atë vlerë politike që po e afirmon. Po thot, situatat e kaluat me marrëveshje politike, situatat e kaluat me marrëveshje politike, por ja që une nuk do ta zbatoj këtë vlerë politike që e vlerësoj. Çka thoni krenar nëse thot sot Abdigjiku që tesa nuk është sinqert, ju e dini të ndëruar votues të LDK-s. Tesa është me hile. Nuk e ka një mend zoti Kurti, e ka një mend shkatrimin e LDK-s. A mund të nxirret në këtë mënyrë zoti Abdigjiku? Jo, domosdoshmërisht shkatrohet LDK-ja me ditë me bo negociata të mira me përfirmin koalicionit, edhe mas ne me ditë me punu kur të formohet qeveria. Nuk do me thotë që dëmtohet. Nashta dëmtohet, po nuk do me thonë. Po sigur dëmtohet nëse s'jap alternativë tash. Është me një pozicion, nëse do thotë jo, s'po du, atëherë problem shumë për LDK-n. Do të më dhoni një alternativë. Do një situatë defensive të tash. Shumë keq. Edhe Albini e din ku me rroga, unë po besoj që e din ku me rroga dhe ka rrogë që aty bashkë ku e ka qit tash në pozicion shumë të keq ku ajo do të me vepru, ose do të me thonë, do të me dhoni një alternativë. Po kishte me qenë alternative e mirë, për shembull nëse Lumiri propozohet për president. Se Vjosa Osmani prapë do më kyç politik, siç e di, nuk ka më shku në dom plazhve, apo jo, s'është deri, do më nën politik. Është një farë alternative që ajo më kthy kryetari LDK-s. Pranon e Lumiri me bu president. Nëse vetëvendosja e jap si alternativë, ka gjosa që mundën me arrit një marrëveshje. Po, një problem i vogël që mundën më bëj madh. Këta i kanë vish 78 vota. Nëse bojnë me LDK. Që ku i marrin edhe 2 vota. Dojnë mi ble. Mundën mi ble, nashta i blejnë edhe 2 vota, dika i marrin. Po është problem.
Do të më dhoni përgjigje gjustësysh që mund të zhbllokohet situata politikisht. S'ka çfarë me pa zhbllokuar. Ide na mundë me bu pyetjen edhe sa ka me zgjat. Ose zhbllokohet me zgjedhje ose pikërisht, ai dikor lodha në shumë. Në bazë deklarimeve zyrtare, unë nuk shoh shenja, se Lumir Abdigjiku është duke insistuar me të madhe që ta profilizoj veten si e ardhmja e këtij vendi. A mund ta realizoj këtë projekcion të tij është çështje tjetër, a do të ketë sukses, mirë po i gjithë insistimi edhe në fushat, edhe tash, në mënyrë prej takimit parë, sidomos kur ka ndodhur ndërmjet zyrtarëve të PDK-s dhe zyrtarëve të vetvendosis sa e darka politike, e gjithë betejë e Lumir Abdigjikut ka qenë që unë përfarsoj rrugën e re e cila dallon nga nga modeli deri tanishëm i politikbërjes në Republikën e Kosovës. Dhe LDK-ja më ka tregu dhe ka transmetu një lloj sinjali që ai koku është në gjendje të pret deri kur vjen momenti adekuat politik që ai ta demonstrojë veten si lider i ndryshëm nga gjithë të tjerët. Kështu është pozicioni i tij zyrtar politik. Deri sot, çka ndodh tash tutje nuk më mirë, por në bazë pozicioni zyrtar politik nuk pres, shans nuk ka që LDK-ja do t'i përgjigjet pozitivisht. Gjithë ëndra e lidhjes demokratike të Kosovës është nuk po folim përgjithësi e lidhjes, po e saj struktura aktuale e drejtim, mos eventualisht kemi një koalicion PDK vetvendosje, në fund po ndodh ky koalicion, LDK-ja të del para opinionit se nuk ka qeveri që ka mi zgjidh gjitha problemet që i ka Kosova, frustrimi social do të mbetet, frustrimi publik do të mbetet, dhe këtë shpresa e lëvizjes e lidhjes demokratike të Kosovës është që a do të mund ta kanalizoj politikisht paknasin që ta kapitalizoj politikisht paknasin që do të mbetet nga koalicioni eventual vetvendosje PDK në favor të saj dhe del ajo është me të vërtetë alternativa e këtij vendi. A do të humte LDK-ja, ndërsa a do të humte LDK-ja nga një mos koalicion apo me një koalicion, tash kjo është hipotetike, normal, unë besoj se në këtë situatë që ndodhet LDK-ja nuk do ta ketë të vështirë pak ta i kaloj këtë presion publik që po i bëhet nga të dy palët, por një gjë, një koalicion i mundshëm me vendosin Lumir Abdigjiku do të humte politikisht. Ai më do ta varroste karrierën e tij politike. Nëse shkon si president mirën vesh me përmbyll në një rol ceremonial të ardhmen e tij politike është tjetër, por një koalicion të mundshëm me vetvendosjen sakt, në parim po thu mirë, po ku pe dim na që zoti Lumir Abdigjiku nuk i ka thonë vetës tash mas zgjedhjeve që na shton në mos buna kur kryeministër. Gjua ai vetës çka i thotë nuk e di, dëgjoj. Mase s'duli dy. Se të kish dali dytë ju shirrin shpresa. Edhe pres edhe pak komu bu kryeministër. Po çështo masi duli treti tash mos u kanë humbur, mos i ka humbur shpresat. Pajtona unë ka disa dilema. Çfarë thotë ai vetës? Se LDK-ja ka refuzuar edhe takimin e parë, me lëvizjen në vetvendosje me pretendimin që kjo është e ndryshme dhe nuk bëhet pjesë e negociatave politike çfarë i bën PDK-ja me ato. Dhe tash ka ndodhur. Rezultati i zgjedhjeve tregoi që Partia Demokratike e Kosovës përkundër pjesëmarrjes në atakim, duli partia e dytë. Nëse unë kam interpretim tjetër, Partia Demokratike e Kosovës nuk ka dalë për shkak e dyta, për shkak të sjelljes korrekte politike në raport me Albin Kurtin të leadershipit të saj, por e kishte një kandidat të preferuar që e preferonin qytetarët e Kosovës dhe maksimalizoi. Kanë arrit me shit që na kemi me vetvendosjen pushtat. Edhe i kanë zgjuar njerëzit duke se ka pasur lëmtime të opinionit publik. Ka pasur lëmtime të opinionit publik i kanë pasur edhe ata. E kanë pa që i vetmi person i preferuar edhe për elektoratit të PDK-s është Bedri Hamza. Unë jam i bindur që nuk është fitoria, nuk është ky rezultat më i favorshëm për PDK-n se sa për LDK-n për shkak të korrektësisë së tyre politike dhe që Lumir Abdigjikut ju hakmar mos pjesëmarrja në takime të këtilla. Lumir Abdigjiku takimet me VV-n i kanë imu PDK-s. Jo bre i kanë imu. Se me çato fjalë u shku në Perodha ju ka thonë na kena mu shku në koalicion. O PDK-ja. Edhe i ka në Perodha, në kudo që kanë bo fushat zëllore. Po hina na. Të java, do ta kemi nesër, jo pas nesër një vim seancës. Kemi zhbllokim situatës, nuk besoj që mund të kemi. Në fundit edhe më ardh deri tek zhbllokim, marr parasysh rrethonat e reja, përsëri do duhet ku, sepse ti do duhesh më justifiku para opinionit publik për një ndryshim radikal të pozicionit. Nga distanca, replikat nga distanca, pse duhet, pse s'duhet.
do të mbesin në sfond të përpjekjes së zotit Kurti, të taktikës së zotit Kurti. Dëgjoj tash unë këto më shumë e shoh si lëvizje taktike. Çdo gjë do të diskutohet rreth asaj që tha zoti Kurti. Kur krahasohet deklarimi para një javë, para 2 ditë i Gërvallës, që PDK-ja po kërkon zgjedhje të jashtëzakonshme kundër LDK-s. Dhe në njëjtën kohë na tash po ja ofrojmë dorën e shpëtimit lidhjes demokratike të Kosovës pas 2 ditë, domthonë është me vendosur në një pozicion të palakmoshëm lidhjen demokratike të Kosovës. Lumir Abdigjiku, unë referohem veç asaj publikisht që thuhet, pozicionin e tij e ka bërë qartë që është i ndryshëm nga gjithë tjerët, a do ta çojë deri në fund këtë betejë apo do të dorëzohet metaforikisht apo do të dorëzohet nesër e pas nesër mbetet të shihet, por shumë shpejt nuk pres zhbllëkim të situatës. Besoj edhe unë ashtu shumë paparashikueshme, po sot ka ndodhur një element që ndoshta e përshpejton zgjidhjen e situatës. Kjo letra pra besoj që tash e frigon LDK-n edhe fillojnë me, si të them, me spurdh. Besoj ata s'kan çfarë pa dhënë përgjigje. Nuk kanë çfarë, nuk mundën me vazhdu me betonizimin e pozicionit që e kanë marrë deri tash. Bëni ju çka doni. Nuk është e favorshme ajo për LDK me thonë bëni ju çka doni. Pas kësaj letre sidomos nuk është. Ndërkohë për ta përfunduar, koalicioni i mundshëm vetvendosje LDK është konform para kushteve politike të Lumir Abdigjikut që ka vendosur adresimi i presidentës, por janë lëndimet morale që kanë ndodhur që e krijojnë këtë situatë, e bëjnë situatën të paqartë. Sepse ai kur është pyet për marrëveshje ndërmjet subjekteve, kushtimisht po i quaj opozitore, ka thonë jo, ne nuk bëhemi pjesë asnjë aranzhmani pa i pas në konsiderat çështjen e presidentit dhe një qëndrueshmërinë e qeverisë të paktën 4 vjet. Këto parakushte mund të plotësohen vetëm nga lëvizja vetëndosje, që i ka 48 deputet, nuk mund të plotësohen. Parakushtet politike të Lumir Abdigjikut e bëjnë të pashmangshëm koalicionin LDK vetvendosje LDK, por në të njëjtën kohë tash janë lëndimet morale të pa akceptueshme që janë kundërshtim me këto parakushte politike që ka vendosur. Edhe marrëveshje, edhe kërkesa. Zoti Kurti i ka thënë zoti Mustafa çdo gjë dhe në fund i ka thënë profesore. Po tash në fund po Lumiri po thotë që unë jam i ndryshëm nga gjithë ata të tjerë. Na tash ma do të qëndrojnë konsekuent këtij zotimi. Ka qenë qeverisë Kurti ne. Po kam qenë ministër mirë, po tjerë të kanë bërë marrëveshjen, tash unë komor dhe do të jemi ndryshëm me rruga e re, e tjera mbetet shihet. E shohim, si do të shoh këta janë në politikë. Partia e dytë. Dush me tregu të rezultat me fjalë. Nuk do thotë kjo, sepse jo, Lumir Abdigjiku po mundohet presin kryetari LDK-s 100 vjet me dëgjoj. Aty kanë filluar përçarjet. Njerëzit kanë prit me dali dyti. Po. Ti mush me thonë s'ka ma të mirë, mu pajtu me ty. Po ti në fund dush me arrit me dëshmu suksesin si kryetar. Nuk jeti në pozicion që është mirë, so që me thonë pret, ajtë presun edhe 20 vjetë që ka lidhe, presim na. A di që është qasja. Nuk i ki pozicion. Intimisht, vish ta përfundoj, intimisht, Lumir Abdigjika po mundohet me imitu Albin Kurtin. Shihet qartë, sepse ka pozicionin se ky nuk e ka fuqinë parti çfarë e ka pas në lëvizje. Edhe fuqinë, edhe historikun, Albin Kurti se ka pas historikun me shku me PDK-n me sane, e ka pas një historik tjetër. Lumir Abdigjika po flet për rezistencë. Nuk po flet më për bashkëpunim, këta thot këtyre sot duhet bërë rezistencë. Gjuha politike e rezistencës. Gjuha me opozitë. Po jo, unë vish ndëgjoj. Po tas me opozitë. Tash çfarë pozicionin, nuk jam as me njërin as me tjetrin. Unë vish po tentoj me e analizu efektet publike të këtyre sjelljeve politike. Ajo që sot Lumir Abdigjiku shihet qartë që po e aspiron është një lloj imitimi i rrugtimit politik të Albin Kurtit. Po flet nga brenda zona partisë është pasi i tij. Po flet për rezistencë. Po flet për gjuhën që ka përdorur. Po flet për rezistencë. Tema e rezistencës, e gjuhës kundër rezistencës kundër pushtetit, e mobilizimit është gjuhë që e ka përdorur Albin Kurti kundër establishmentet të kalimit. Këta janë në politikë. Dhe me këto Albin Kurti, unë nuk e mohoj që ka mri një sukses politik, sepse çka ka ndodhur në ndërkohë? Nuk ka ndodhur që alternative PDK-s me u bë LDK-ja ose LDK-ja PDK-s. Po në fund ka ardhur Albin Kurti dhe u shfaq alternativë e krejt kësaj establishmentit politik. Ndërkohë intenca e Lumir Abdigjikut është kjo, që shfaqet alternativë ndaj gjithë të tjerëve. Po flet për teorikisht. Tash kjo dën kohë, teorikisht e para kushti është
Murrit. Edhe non stop murrit. Jo me me çështë e treta. Edhe e dyta, ç'është ajo? Jo vetë VM me PTK-n me ne 3-4 mandate. Çast. A dën se me një mandat edhe nominalisht. A di pse s'mundet me bë? Nuk mundet me bë se nuk ka në stilin e tij politik nuk është kultura e rezistencës. Ore, dëgjoj, na e morëm shembullin e çmimit të energjisë elektrike. Para mendo ti që kjo ngritje e çmimit të energjisë elektrike të kish ndodh partitë e ish establishmentit në pushtet, Albin Kurti në opozitë. E kish kapitalizu më mirë Albin Kurti në rëndport protestave i shkon. Ku i pam deputet e Lidhjes Demokratike të Kosovës aty? Maruan Sanci. S'po na lën Albin Kurti më diskutu për çmimin e energjisë. Po leti mos më negore, ti apo pret që pushteti tani. Ju falenderoj Shana Kasolli, ishte ti moment të miri, një përpjekje në kundër të asaj, që thalet të këja do të marrëveshje politike, po zoti Kurti ja urdhën marrëveshje politike. Ta shojmë se si do të, që ma thonë, ekspozohen zhvillimet matutje politike, pas nesër seanca vimi saj në ora 10 nuk pritet të ketë ndonjë befasi, edhe pse deputet po luajnë me fjalor politik, jo çudi, fati i ri, ditë e re, tjera, por koston do ta bëjnë vetë, sidoqoftë me këtë vlerësim që kanë kritikët se ndaj kësaj klase politike që po tallen me shtetin teksa vendi, po përballet me rekorde probleme sociale, ekonomike dhe ato politike që lidhen me marrëdhënie ndërkombëtare. Faleminderit që na ndoqët rishimi nesër. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.